www.radiobizpendimi.com. Atëherë, ne që është sot hani i lezit në përgjithësi. Sot që nga një moti mirë shtu me diell. Mëngjes kur dola me fol sa bojnë ishte pak ftoft. Ndërka që ne gjithë si është. Mirë, po më në mja njës një javë pozitive, bile sot çfarë moti kana mirë me ja njës edhe fitnessit. Ne që ka kena me dëgju sot dhe. Ne emisionin e kaluam folëm për frikën, a duhet me pas frikë, edhe sot një 5 strategji do t'i flasim se si mund ta mundim në frikën. Strategjit për me mund frikën, apo? Po. Atëherë cilat janë strategjit ne që si pas teje? Ka nisim shtu ne. Shpejtësia e kaprollit është dikun në rreth 90 km/h, ndërkohë që shpejtësia e luanit është 58 km/h. Megjithatë, në shumicën e përndjekjeve të luanit, kaprolli bie prej e luanit. E dini pse? Sepse kaprolli kur vrapon, për t'i ik luanit beson se ai është i dopt edhe ka me kap luanin dhe ka me shky. Pse që nga frika, shpesh herë kthen kokën për me pa se sa e ka distancën me luanin. Mirë, po këto kthime janë vdekjepruese, pasi kur e kthen kokën ato ndikojnë negativisht për me ndalë shpejtësinë e ecjes kaprollit. Janë pikërisht këto ato që e ngushtojnë distancën gjithmonë më shumë mes luanit dhe kaprollit. Dhe derisa në fund luani veç e mrrin dhe e shqyn kaprollin me fuqinë e tij. Nëse kaprollin këtë rast nuk do ta kthente kokën pas, luani nuk kishte me mujt me mrri për shkak se kaprolli ka një shpejtësi shumë më të madhe saj. Mirë, po kaprolli nuk e din këtë sekret që është më i shpejt se luani këtë rast. Edhe normal që bëhet prej e dhomëve të luanit. Edhe neve sa herë na ka ndodhur që ta kthejmë kokën pas për shkumën tonë, duke leju që kjo e tashme jonë më njëherë të na demoralizohet për shkak të gabimeve që i kemi bërë, se atyve shkarjeve që i kemi pasur në kalumën, sa dekurajime dhe demoralizime të brendshme na kanë bërë të humbasim besimin se ne jemi taft mi ju shpëtu faktorëve dekurajues dhe se ne nuk jemi taft me mujt frikën që kena brenda vetës për ta përmbush objektivat tonë dhe për ta korr suksesin e dëshiruar. Kështu shpesh herë edhe neve na mëson sikur rasti i kaprollit, e cili megjithse ka fuqinë e madhe, ka shpejtësinë e madhe, mirë, po kthyrja e kokës mbrapa apo ajo frika e bën që luani edhe me 58 km/h me arrit. Ne njohim plot njerëz edhe burra e graje që për çdo ditë bëjnë punë që nuk janë për mu bë ato punë, e mbyllin gojën e tyre, e mbyllin zonën e tyre për ta kundërshtuar të kotën, dëmshmen, nuk morrin asnjë lloj rreziki për ta ndryshuar gjendjen, as nuk e kërkojnë ata që meritojnë, as nuk e kërkojnë ata që e lype drejta e tyre, dhe krejt këta e bëjnë si shkak i frikës. Frika me një farë forme ja ka izolu jetën e tyre, i ka mbyll në një rreth vicioz, ku veprimet e tyre janë shumica janë ciklike të përsëritshme, dhe këto përsëritje normal që i bëjnë dëm atij. Kur flas për frikën, duhet që mos të keq kuptohet se dikush po flas për frikën ndaj Zotit, ndaj Allahut, se nuk është qëllimi këtu, po flas për frikën si emocion, edhe emocion kjo që nga njëherë po dhe më bësh shpesh i dëmshëm për neve. E sot do të fillojmë me këto 5 strategjit për ta mund frikën. Po. Strategjia e parë është krijon një karakter. Kjo puna e karakterit është zakonisht kur na vjen një frika përmes zonit na flet disa kështu zbohet, kështu nuk bën. Atëherë ti krijoj një karakter se çysh frika jote duket. Për shembull, a duket sikur ai luani i filmave kur fillon, a duket sikur një qen i vogël, a duket sikur një diçka që një lojë që ti e ki, edhe në momentin që ajo të vjen, te ti thuje, ej,
Për shembull, o bubi a erdha? Në këtë rast frikën tonë e ke bën si një lloj karakteri, e ke bën si një lloj krijese, me thonë kështu në thojza, po që ti e identifikon me frikën. Dhe kjo është interesant se funksionon të shumica e njerëzve. Por arsye se ti e bën në farformë në realitet ata që ajo është prezente me ty, edhe bën pjesë e jotja, edhe në momentin që ajo paraqitet edhe ti thu në këtë rast o bubi ose o çfarë do emër që ti ja ke lënë asaj karakterit frikës tënde, ajo bëhet pjesë e trupit tanë edhe në këtë rast e instiktit tanë që nuk reagon nëse ka frikë ose paraqitet ajo te ti. Pyetja e dytë është ç'o e lojën deri në fund. Frika neve na bën peng dhe të zvarritur për shumë punë. Nëse e bëj X punën, atëherë në Y çfarë efekti ka dhe çka si do t'ja domethënë për çdo herë këto pyetje. Në momentin që ti përballesh me kësi lloj frika, atëherë pyet veten e çka. Nëse vetja të frikson me thonë një orë, për shembull, ki me dështu nëse e bën këta, vetëm çka nëse dështoj? A është fundi i botës? Jo. Gjithnjë mua e mend frikën në fund të lojës, domethënë dhe shkoj deri në fund kësaj punës frikës. Një mik i joni thoshte ma shumë se me të vrarë dhe me të mytë s'mund me ta bëj kur gjë. Thash, çdo njeri prej neve ka me vdek një herë. E Churchilli shumë fort kish pas thonë, njeri që friksohet vdes për çdo ditë. Ai që nuk friksohet vdes vetëm një herë. Edhe ne tash do të më zgjedh, a kemi me vdek për çdo ditë dhe kemi mjetuar me frikë, apo kemi një herë ç'ish është vdekja e gjithëve. Pyetja ajo e treta që si strategji për ta mund frikën është, a është e vërtetë? E pyet veten në momentin që të paraqitet frika se kjo frikë që po t'jen a është e vërtetë. 99% të frikave që vijnë janë të pavërteta, dhe ne e kemi vërtetuar prej shumë sfidave dhe shumë problemeve që i kemi pas në jetë, që kur i kemi kaluar atë problem dhe atë sfidë, e kemi pa që ka qenë veç një frikë dhe një përshpëritje që na ka bëu që mos me bë atë punë. Kur vetja jote zakonisht ndryshon me kësi dilema hamletiane, ata baja, mos ta baja, do dështoja, kem sukses, as s'do të kem sukses, as si do ta prisin njerëz, atëherë veç e pyet veten a është e vërtetë në këtë rast, se nëse që kjo frikë është të ndalë prej çasaj punës që ti po don me bë. Pika e katërt, strategjia e katërt është lidhur me dashurinë. Dashuria është një gjë superiore që e ka krijesa e njeriu. Është interesant se në të njëjtën kohë nuk mundet me koekzistu edhe frika edhe dashuria. Nëse ju keni këtë lloj energjie të dashurisë, atëherë te ju ka vend butësia, ka vend siguria, ka vend shëndeti, dhe menjëherë frika zhduket. Kur rrethohesh nga frika, si rregull është pajisur me dashuri. Në këtë rast që ti i bën gjëra që ti ki qef dhe i don, për shembull mundesh me dëgju një lexues të mirë Kur'anit që ti ta kënaq zemrën, ose me fol me dikant që është i dashur për ty, ose me bën një veprim që është i dashur për ty. Sa herë që ndihesh keq dhe i friksuar, lidhur me dashurinë, dhe kemë pa që frika do të largohet, do ta vresh edhe ti ndryshimin tek ti. Strategjia e pestë është le të jetë frika shoqëruesi yt. Përmendëm edhe në emisionin e kaluar, ne pa frikë s'kemi mujt me jetu, kjo është rregull. Mirë po, nuk duhet me lënë frika me na kontrollu neve, edhe me na bë fjala jone e fundit. Dhe që ajo të neve të na i diktoj këta veprimet, këta punë që i bëjmë përmes frikës. Mirë po, le të jetë ajo shoqëruesi yt, po edhe në të shërbej diçka. Në të shërbej vetëm për nëse në frika, që mi bo punë ma mirë edhe ma preciz, e jo me të ndalë për veprimet tënde.
kjo është një aftësi që pak njerëz e kanë, që e din që e kanë frikën, po me ditë si mu sill edhe me ndërvepru me frikën. Kur ajo është prezente këti, mos me la me interferu dhe me u fut brenda sistemit punës dhe sistemit të asaj që ti e bën. Edhe një 2 pika shtesë që muj me rishti është në rast mos e harro duan, që është shumë e rëndësishme. Se zakonisht në kohë frikas ne dim dua që është, edhe sa e sinqert është, edhe në kjo puna e njetit, punën që po e bën ti e ki për një me që duhet, apo e ki për një jetë përfitimi diçka. Na im këto ishim 5 strategjit për me mujt frika. Veç 5, a? Veç 5. Mirë Nexhe, faleminderit shumë, a kemi me shtu diçka ke në fund për dëgjuesit tanë apo jo? Çdo 5 strategji ne jemi pas parasysh tani atje të shikojmë. E kam edhe një pikë shumë të rëndësishme për dëgjuesit edhe për sjellës në emisionit. Në emisionet tona po inqizojmë, kështu që në momentin që dalin në YouTube, mos pritoni nëse mendoni që është e hajre dhe dëvishme, me i shpërnda në rrjetet e juve, të miqtë e juve, të njerëz që i doni dhe të njerëz që vujnë për motivime dhe kanë nevojë për mi motivu dikush. Ne po mendojmë jemi të bëj punë të mirë, kështu që nëse mendoni që është e dobishme, atëherë shpërndani edhe tek të tjerët. Na imi e poston në youtube.com/radiopendimi, aty i keni gjitha emisionet tona që i kemi sot po boti 6. Po sigurisht edhe në portalin e radios është vetëm tek këndi video, po ashtu në Facebook e postojmë e kështu më radhë. Të jam mundësi që mund me i pa. Po. Ne që falemderit shumë, një ditë këndshme në handlezit me djel. Falemderit edhe ju, kalofshi mirë, sot e ki hoxhën e krem, selam andej, besoj kime pas një ndej të mirë. Pa tjetër, inshallah, shpresojmë. Selam aleikum, falemderit shumë. Aleikum selam, tong. Ishte Nexhmedin Kalisi me 5 strategjit për mundjen e frikës së ndërruar dëgjuesi. Ju qëndroni edhe me tutje me radiopendimin dhe pra pas pak do të dëgjoni reprizën e emisionit.